Ja, si është organizuar jeta në fshat? Në këtë orë, për shembull, ora është 9:36, s'ka njeri. Nuk sheh njeri, por janë shumë mirë të organizuar. Ku e kanë kafen e fshatit ata? S'pori me kafe? Vështirë ta shikojmë të hapur në këtë orë, por është i hapur dyqani. Një dyqan. Okej, ky është kryetari i bashkisë të fshatit. Kryetari i bashkisë në punë, në punë, po. Në kafe s'ka njeri. Është sa interesante marketingu që i bëhet marketingu i produkteve rajonale, që do të thotë vetë Landi ka vënë një sigël dhe thotë kështu shijohet Austria e poshtme, që do të thotë është një nga siglat që dallon produktet e këtij rajoni, ose ky është cilësuar si dyqani i produkteve rajonale të vitit 2023, ka fituar një çmim. Të shikojmë se çfarë tregtojnë vetë. Na iku Ansi. Të shkoj të takoj kryetarin e bashkisë të zonës. Futemi brenda ne. Ja dhe dyqani. Ky është dyqani vendas, me prodhime vendaste. Këtu tregtojnë vetëm produkte të vendit, që do të thotë ai që ka diçka, themi, vezë, qumësht, lëng frutash, fruta, nuk shkon tek tregtar, tek dyqan linjat e mëdha. Po shkon këtu, ja për shembull, ky është kos me fruta? Me mjalt, me fruta, me të shër. Që do të thotë, këto janë produkte bio, janë kose të ndryshme me fruta. Të shkollës bujësore? Të Riklerit. Ata shikojmë një çik. Pra, tek Billa e kishte çuar, e sjell dhe këtu. Çfarë është? Për shembull, është mishi i kaprollit, është i fermës bio, Ernestine Rigler, pra nga Rigleri, ku është numri i prodhimit të tij, numri i themi NIPT-i, AT bio, pra kodi i tij në kontrollin e produkteve nga institucionet kontrolluese të produkteve bio. Ja, ku shkon, pra, mishi i kaprollit. Po. Interesante. Dhe të gjitha këto janë të fermave të këtij rajoni. Janë drithra të prodhuara këtu bio, për cilat ai që merret me prodhim qumshin, patjetër vjen dhe merr mjalti. Mjalti. Gjitha vendase. Gjitha të zonës, jo vendase. Gjitha vetëm të zonës. Ja, dhe kjo pastaj që është jo vetëm e zonës, por e gjitha Austrisë, lëngu i mollës. Moll kudo, lëng molle gjithandej. Domethënë ti hap syt, mbyll syt dhe pi vetëm lëng molla. Gjithkohës. Moll. Mjalt. Interesante është dhe punimet cilat janë dhe nga fëmijë dhe nga gra, bërja e gjërave vetë, punimeve vetë është pra tjetër vlerështuar. Sa të bukura. Ja, dhe ne bënim dikur nga diçka simbolike. Ja, dhe ne bënim dhe kjo ishte gjë shumë e bukur dikur i kujtohet kur ishte fëmijë. Po bënim punë me dru. Bënim, tani s'bëjmë asgjë. Tani i blejmë të gjitha në supermarket gati, ose makarona të bëra me drithra të prodhuara këtu. Pra ti je në gjendje të ndjekësh edhe ku është prodhuar. Por, ja dhe të gjitha të bëra vetë, por shumë interesante, vërtet që në këtë dyqan fshati, çdo gjë që prodhohet nga vendasit vjen këtu. Pa mishin e kaprollit, tëndin. Die haben schon deinen Fleisch gesehen. Ja, werden wir heute verkosten. Do ta testojmë sot, do ta degustojmë. Do ta provojmë sot. Patjetër. Vita parë pam kaprollit, mishi kaprollit në dytë të testimi. Na vjen keq që ndodh kjo, por gjithçka është për konsum, kështu që ne duhet ta tregojmë si prodhohet, si konsumohet mishi, si ruhet. Edhe pse nuk na pëlqen të flasim për të pjesën e dytë, na pëlqen vetëm kur i shohim sa bukur, po kjo është historia. Ja dhe ëmbëlsirat, në fund ja këto na marrin qaf neve, po puna është unë s'pa shitës. Sepse nuk ka shitës. Nuk ka fare shitës. Jo. Ja ta testojmë, çfarë dëshiron. Po marrim një ëmbëlsirë, natyrisht të bërë vetë nga një anvis shtëpie, dhe të testojmë, ka njëri këtu shitës, es gibt keinen Verkäufer, okay? Nuk ka shitës, nuk ka fare shitës. Domethënë njerëzit i marrin vetë edhe iken. Das heißt Selbstbedienung. Okay. Probiert So, okay. Einfach hier steht zum Starten tippen. Okay. Einkauf beginnen. Hier ist das QR. QR, ja. Okay. 3,6 euro. Zahlen. Okay. So, Barney, da. So, Thomas.
Okej. Dëshiron të marrësh faturë? Edhe kjo ishte e gjitha. Kjo ishte, Do me që do të thënë, thotë- gjithë fshati shtill produktet, pastaj kush do vjen dalon edhe e merr vet. Edhe kjo është jeta në fshatin austriak. E njerëzve që punojnë. Hallo. Rudina. Okej. Hallo, Kreskot. Ja, hallo. So. Atëherë rastësisht takuam kryetarin e bashkisë komunës së Lichteneggut. So wir haben bewundert, dass also verkäuferfreien Geschäft. Ja, Wie geht das? wie geht das? Ja. Wir haben sehr viel Landwirtschaft da und die Bauern nehmen sich dann nicht so viel Zeit, dass jede Kundschaft Kemi një fshat ose një komunitet i cili jeton nga bujqësia, blegtoria, që do të thotë fermerët nuk kanë shumë kohë, kështu që automatikisht duhet gjejmë zgjidhje që ju përshtatet atyre, edhe për sasi të vogla që ata duan tregtojnë, po edhe për t'i dhënë vlerë të shtuar punës së banojnë tyre. në këtë Wie fshat? groß ist diese Gemeinde? die Gemeinde hat 1050 Einwohner 1050 banor, und 35 Quadratkilometer. 35 kilometër është Katror. katror. Dann haben 35.000 wir eben meter. einen Verein gegründet, dass die Bauern die Dhe Ware hierher fermerët bringen. janë organizuar vetë, kanë dakordsuar që të sjellin produkte që duan t'i tregtojnë në rajon dhe në sasira të vogla t'i tregtojnë në këtë dyqan, kështu që nëpërmjet këtij bashkimi, Unioni kanë mundësuar këtë shitjen pa shitës. Und, der Produkte und jetzt sind Türe. hier ca. 60 Verkäufer und man kann 7 Tage die Woche von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends einkaufen. Janë 60 prodhues, të cilët 7 ditë të javës, nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 10 të darkës, është e mundur që ti të mungon diçka në shtëpi, shkon dhe merr blen ka. Ndërsa pjesën tjetër ata e çojnë jashtë. Milchprodukte geht schon sehr viel in die Natyrisht që Molkereien. produktet e qumshit, ata që janë fermat kanë prodhim të konsiderueshëm, jetojnë nga furnizimi në fabrikat e qumshit. Përveç të dyqanit, çfarë ka tjetër fshati? Ja, wir haben eigentlich nur kleine Betriebe. Pjesa më e madhe e komunitetit janë njerëz të cilët në fakt shkojnë dhe punojnë në qytetet kryesore, vinë në Neustadt, vinë në Neustadt. Ajo që jeton nga bujqësia, që do të thotë ferma, pyje, administrimi pyjet, janë njerëz që jetojnë nga kjo punë këtu. Dhe patjetër janë ferma, po jo gjigande. Janë ferma të vogla, familjare, të cilët e dashurojnë vendin, qëndrojnë këtu dhe nuk e lëshojnë. Të tjerët shkojnë në Vjenë, punojnë dhe kthehen flen këtu, domethënë kanë shtëpi këtu. Sa larg është nga Vjena? Wie weit ist das von Wien, wenn jemand in Wien arbeitet? 90 Kilometer. 90 kilometra. 90 km. Und die fahren und pendeln jeden Tag oder? Ja, Ka një pendler, ja. shumë nga ata që e bëjnë çdo ditë, vajtja dhe ardhja. Vjenën, ndërsa vinë në Neustadt është më afër. Vinë në Neustadt ist wie weit? 35-40 Kilometer. 35-40 kilometra që është absolutisht e mundur. Çfarë ka në fshat, në kuptimin çfarë ka? Është kisha, është kafja, është spitali, çfarë ka? Wir haben ein Kaffeehaus, Okej, Mit dem një Betreiber? kafene, ein Gemeindearzt, aha. ist Kemi një mjek të komunës, 4 Tage in der Woche ist er që da. është 4 ditë në javë, vjen këtu. Ein kleines Friseurgeschäft Kemi dhe një dyqan parukerie të Vogtskel. und den Nahversorger, das kleine Kaufhaus und eine Tankstelle, das betreibt die Gemeinde, weil da haben wir auch keinen privaten gefunden. Aha, kemi një dyqan që është natyrisht atje ku blen jo produktet siç janë këto të prodhuara, por që mund të mbuloj çdo kërkesë të një familje. Dhe kemi një karburant të cilin e menaxhon komuna sepse nuk gjetëm mundësi ta ofronte dikush privat, që do të thotë jemi detyruar sepse është larg nga zonat e tjera dhe jemi detyruar që ti Pra, mundsojmë. në një farë mënyre i menaxhojnë vetë gjërat e tyre. Das heißt, alles managt die Gemeinde selbst. Oder Ja, Ja, also was man- Kaufhaus und ja. Ding. Wir haben auch eben von den kleinsten Kindergarten, Volksschule Natyrisht që und kemi Mittelschule haben wir auch in der Ortschaft. që i kemi këtu kopshtin e fëmijëve, shkollën fillore, bis Pflichtschule, oder? Bis zur Ja, bis Pflichtschule. 14 Jahre. Ja, bis deri Ende në 14 Pflichtschule. vjeç fëmijët e kanë mundësinë që të shkojnë në shkollë këtu. Sehr nett. Shumë kënaqësi, na pëlqeu shumë. Es hat uns Faleminderit. sehr gut gefallen. Freut mich. Vielen Dank. Më gëzon.